أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falemderojmë krijuesin të plotfuqishmin Allah, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të drejtë. Na bëf Zoti dhe neve prej tyre, amin, ejmain, salihin, siddiqin, ulaika rafiqa. Kemi hyrë tashmë në netët e mëdha të Ramazanit. Këto net të cilat të gjithë besimtarët i kanë shtrënguar forcat e tyre për të bërë vepra të mira me të cilat Allahu të jetë i kënaqur me to. Dhe sigurisht pra çdo besimtar në këto net të mëdha pret një natë shumë të madhe që është pra Lejletul Qadri. Inna anzalnahu fi Lejletil Qadr. Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr. Pra Allahu xhalla shanuhu na tregon se kjo natë është e vlefshme, me vlefshme se khayrun min alfi shahr, pra me vlefshme se 1000 muaj. Sigurisht pra, të gjithë besimtarët përkushtohen me namazin e natës, përkushtohen me sadakat e tyre, me veprat të mira, veprat të cilat Allahu te bareke ve taala është i kënaqur me to. Allahu xhalla shanuhu në shumë ajete të Kuranit na mëson dhe na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Pra, fillon pra me alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Fillon pra me ato që Allahu po na tregon pra se ky Kur'an është udhëzues për ata të cilët japin, ata të cilët janë bamirës, ata të cilët bëjnë punë të mira ditën dhe natën. Do të marrim shembull jetën e Zein el Abidin, i cili ka qenë pe gjeneratave të arta të binve, i cili tër jetën e tij kishte ndihmuar njerëzit në nevojë në vendin e tij. Thuhet se ai gjithmonë i bante në shtëpinë ushqime dhe u dërgonte familjeve në nevojë me konop, pra, dhe askush nuk e dinte veprën e tij që ai e bënte për hir të Zotit, askush nuk e dinte vetëm Allahu xhalla shanuhu dhe askush tjetër. Dhe mirësia e kësaj sadakoje dhe kësaj vepre të mirë kur u vret kur ai ndroi jetë, kur imami e mori për t'ia larë xhenazën, dhe kur e zhveshi për t'ia larë xhenazën, ja pa vijat e konopit ose litarit në shpinën e tij. Dhe tha: Allahu të pas mëshiruar o Zein el Abidin, tër jetën bëre pamirësi dhe punë të mira vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu, dhe askush nuk e diti dhe askush nuk e mori vesh për atë sadakat të cilën e dha në rrugën e Zotit të madhërisëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: sadakaja e shëron të semurit, pra shëron semurit tuaj. Sadakaja e fik zjarrin. Sadakaja i lehtëson shpirtrat e njerëzve. I afron njerëzit të duhen me zveti. Pra fjala sadaka është me dhën, me nda, pra nga ato mirësitë të Zotit që na i ka dhënë Zoti për të ndihmuar edhe të tjerët të cilët do të thotë nuk kanë mundësi qoftë shkollimit ose qoftë mundësi të shëndetit ose të gjërave elementare për jetesë, kuptohet. Dhe kjo është mirësia, domethënë, e këtij muaji të shenjtë Ramazanit, që këto 10 net pra që janë netët e mëdha, ku kërkohet dhe një natë shumë e madhe, që është nata e Kadrit, që është përcaktim, domethënë, për çdo njeri, është përcaktim i ndryshimit të atij njeriu, ka këtë mirësi, pra ka këtë begati kjo natë, që ne duhet ta kërkojmë me stoicizëm, me vendosmëri, ta kërkojmë këtë natë që do thotë ta arrijmë atë kulminacionin e ndriçueshmërisë dhe iluminimit të mendjes, duke
e rahatu shpirtat tonë duke përmend Elohun ose Allahun, Zotin e Madh. Dhe ne kur e përmendim këtë superfuqi të madhe që është Allahu xhaleshanuhu, pra ne jemi më afër edhe me krijesat të cilat ato krijesa pra i ka kriju Zoti në precizitet, me precizitet shumë të lartë. Ai është Ar-Rahman. Pra ai është mëshiruesi. Allama al-Quran, që ja mësoi njeriu të pra Kur'anin, fjalën e të madhreshmit Allah, pra që është Kur'ani. Vëllezër, dhe kur ja mësoi këtë Kur'an, ja mësoi që të punoj me të dhe ta praktikoj këtë Kur'an. Pra, ti përmbahet këtyre fjalëve dhe këto fjalë ti bëj vepra. Mundit ta shpërndani live-in, ta bëni share në për Facebook-ët e juaja, mos na kurseni. Mund ta shpërndani live-in edhe ta shohin sa më shumë vetë që janë zgjuar dhe duke pritur syfyrin, duke pritur edhe namazin e sabahit, do thot, le ta shpërndajnë videon edhe t'ua sugjerojnë edhe miqve dhe shokëve ta dëgjojnë këtë live. Do jemi disa minuta së bashku me emrin e Zotit të Madhërisëm. Munden me shtru dhe pyetje të ndryshme, çka kanë të paqarta. Pastaj këto ditë është e preferueshme pra fitra. Fitra jepet është mirë për njerëzit nevojë, njerëzit që janë për shkollim, për medresant, për njerëz që janë studime, studenta në fakultet, njerëz që kanë nevojë të suportohen dhe nuk kanë mundësi të punojnë, por janë duke u marrë me dije ose me dituri. Rasti konkret, marrim shembullin e dietarit të njohur Ebu Hanife, Imam Adham Ebu Hanife, pra Numan ibn Thabit, i cili kishte pas disa nxënës student, dhe një rast thuhet që një nga studentët e tij, Ebu Jusuf, nuk kishte pas mundësi të vinte në orët mësimore dhe e vrejti mungesën e studentit të tij. Dhe kur e vrejti mungesën e studentit të tij në orën mësimore, ai shkoi tek prindrit dhe i pyeti prindrit pse nuk po vjen Ebu Jusuf në mësime. Dhe prindrit i thanë Ebu Jusufi ka dalë në treg, pazar të punoj, për shkak se ne varemi nga djali jon dhe neve na u ka mosha jon, na u ka rëndu dhe nuk po mundemi të punojmë dhe ai na mban ne. Mirë, tha, unë inshallah, tha, çdo muaj do t'ju jap nga 100 rial. Domethënë si më thanë një rrogë modeste 500 euro se ku di unë çka. Pra me vlerë sepse ka qenë dinari i orit atëherë. Edhe tha, unë do ju financoj juve, vetëm djalin mos e ndalni nga mësimi dhe studimi. Dhe Ebu Hanife pra e financoi djalin edhe djalis u bën nga dietarët më të mëdhenj kohës dhe u bë nga tregtarët më të mëdhenj të kohës dhe ja pa u hajrin dijes dhe diturisë. Prandaj më mirë është të dish se sa të kesh, sepse Zoti na tregon Kur'an mbi vlerën e ilmit ose diturisë. Kur dihet se fjala e parë në Kur'an ka zbritur Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi, pra e krijoi njeriu në formën më të bukur, e bëri njeriu krijesën më të dallueshme dhe ja dha mendjen, intelektin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Pra ne ngritëm thot njeriu në pjedestalin më të lartë, e bëm pra e dalluam nga çdo gjallësë dhe krijesë. Pra kjo ishte pra dhe është mirësia e Allahut xhaleshanuhu që pra ja dha këtij njeriu mendjen dhe e dalloi nga gjitha gjallësat dhe krijesat të tjera. E ngriti pra shumë lart. Andaj vëllezër, në këtë net të mëdha preferohet pra të bëjmë shumë punë të mira, të shtojmë punë të mira sa më shumë. Në këto net të mëdha preferohet të bëjmë lutje sa më shumë. Për shembull, disa nga lutjet që dova sugjeroja është: O Zoti, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbilan. O Zot, na jep dituri të dobishme, furnizim të begatshëm, vepra të pranuara tek Ti. Allahumma inni as'aluka al-afia. O Zot, na jep dituri, siguri, bereqet, furnizim. Na jep të mira këtë botë dhe botën tjetër. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
O Zot, na jep një anket botën tjetër dhe ruaj na nga zjarri i xhehenemit. O Allah, na fal ne, na udhëzon ne, na begaton ne, ti e falë se don faljen, na fal ne. Pastaj, o Allah, më shiroj prindërit e mi, sikurse ata më shiruan dhe u kujdesen për mua në veçli. Pastaj, duhet me pas një gjë shumë të qartë. Pejgamberi selam Muhammedi, i dërguar i Zotit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, shembullin e cilit pra e kemi një shembull për ta marrë si shembull. Ai në këto 10 net të mëdha të Ramazanit, do të thot i përkushtohej, i shtrëngonte mirë pra rrypat dhe i përkushtohej ibadetit, leximit të Kuranit, hatmes totale, pra që është hatme, do të thonë mu lexu komplet Kurani, lutjeve të shumta, duave të shumta, përmendjes Allahut jashtëzakonisht, shtonte bamirësinë, pra bonte vepra të mira, ushqente të varfrin, ushqente jetimin, ushqente studentin, ushqente nevojtarin, të mbeturin rrugë, udhëtarin, suportonte, dilte në rrugë, dilte në shesh, dilte në vende të ndryshme, punonte, largonte një pengesë nga rruga, i thirrte njerëz në takime, fliste me ta fjalë miradije, fjalë të mira, sepse fjala mirë përmendet në Kur'an dhe thot Allah i thot Muhamedit alayhis salam, por i thot mbar pasuesve të kësaj fjale të mirë që është Kurani, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na do të forcojmë ty me një fjalë të fortë. Cila qenë ka kjo fjalë e fortë, kjo fjalë gjigande, kjo fjalë e cila e ka mbizotru tokë qiellet tonë çka ka. Çka është kjo fjalë kaq e madhe? Është kelamullah. Wa kelamullahi Musa taklima. E Musa i fuli me Allahin me fjalë. Tekellem, pra fuli me të me fjalë. Musa alayhis salam i tha Allahut, o Allah, po du me të pa. Pra ishte dëshira e zjartë, shumë e madhe e dëshira e Hazreti Musës, Mojsiut, pra me e pa Allahin xhaleshanu. Ja Allah tha po du me të pa, dhe Allah xhaleshanu i thot Musait, ja Musa, mirë, unë do të jap një pikës të vogël, grimës të vogël të atomit dritës nurit tem, dritës teme, ta shohësht e kodër. Dhe një dritës e vogël e atomit, e voçkël, shumë e voçkël, ranën e kodër dhe Musa ktheu shikimin e tij dhe i ra të fikt. Dhe më thonë, u hum fare. Shikoni çfarë madhështie ka krijuesi jon Allahu te bareke ve taala amma yushrikun. La hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nuk ka forcë as fuqi më të madhe se fuqia e Allahut xhaleshanuhu. Nuk ka kush e mposhtë këtë fuqi të madhe të Allahut xhaleshanuhu. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur të semuremi ai na shëron. Nuk ka virus që e mposhtë fuqinë e Allahut. Nuk ka bakterie që e mposhtë fuqinë e Allahut. Nuk ka njeri, nuk ka xhin, nuk ka shejtan, nuk ka asnjë gjë që mposhtë këtë madhështi të Allahut. Sepse kjo është fuqia e Allahut. As njerëz që mendojnë se kanë arrit pushtet ose kanë arrit fuqi, nuk munden me mposhtë fuqinë e madhështinë e Allahut, e cila madhështi nuk mundet mu përtheku. Fuqia e tij është absolute. Imagjinoni një galaktik mira vite dritë. Çfarë fuqie të madhe ka Allahu? Sa që do të vjen një moment, ai moment përmendet bile në surën Rahman, është një nga suret e Kuranit. Zoti thot Kur'an, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Në surën Yasin falni, është janë këto ajete, por është edhe ajeti domethënë kur thot kullun man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Pra gjithë shka do të mori fund, surën Rahman përmendet kjo, dhe do të mbetet vetëm Allahu i madhëruar dhe i nderuar, dhe do t'ju thot atyre mbretërve, ose atyre sovranëve, ose atyre që kanë menuar që janë të pamposhtur edhe të pavdekshëm, dhe kanë menuar që s'do të dalin kurrë para Allahut, ju thot atyne kullun men alayha fan. Pra gjithë shka do të marrë fund. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe do të mbetet vetëm Allahu xhaleshanu, krijuesi, sovrani, supremi, madhështori, do të mbetet ai,
huwa. Pra, vetëm ai. Dhe këta diktatorë dhe këta gojtarë të mëdhej dhe këta ideatorë të mëdhej që mendojnë që vetëm dielli lind në perëndim, lind lindja dhe mbaron perëndim dhe këto perandoritë e tyre mendojnë që janë të parzushme, që nuk rëzohen dot këto perandoritë e tyre, mendja e tyre ashtu, mendojnë që janë të pavdekshëm ose mendojnë që nuk do të dalin kurrë para krijuesit, mendojnë ashtu. Dhe erdh një virus dhe erdh një smundje, erdh një mikrovirus i vogël që mezi shihet me mikroskop dhe mezi janë duke mundu me gjetë vaksinë apo e gjejnë apo se gjejnë është pikpyetje e madhe. Dhe të gjithë e ulën kokën dhe u mbyllën brenda në shtëpitë e tyre sepse e pan veten të paaft karshi kësaj forcet një mikrovirusit vogël. Po fuqia e Allahut sa e madhe është. La ilaha illallah. Efela ta'qilun, a nuk mendojnë njerëzit? Efela tubsirun, a nuk shikojnë njerëzit? Këto janë ajete, domethënë pasazhet ajeteve të Kuranit që shpesh herë i shtin njerëzit me mendu, thinking. Pra ata të jenë vazhdimisht thinkers, mendues, domethënë që mendojnë vazhdimisht. Allah xhaleshanuhu thot në Kur'an në shumë ajete i fton njerëzit me mendu, sidomos edhe këto 10 net fundit të Ramazanit, pra shumë ajete kuranore ku lexohen vazhdimisht në ashtim me mendu dhe me mendu. Shem Allah xhaleshanu thot në shumë ajete kuranore për jetën dhe për vdekjen, për shemb. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Ai është që krijoi thot jetën dhe vdekjen mi ju provu gjithë cilin për jush, cili është ahsanu amala. Ahsan është vepra, pra e mirë. Ahsan, mirë. Pra ahsanun amala, vepër mirë. Mi ju provu cilin për jush është vepër mirë. Pra, krijoj jetën dhe vdekjen për mi ju provu gjithë cilin për jush, cili është me vepër mirë. Wa huwa al-azizul ghafur, ai është i fuqishmi, ai është falsi. Pra ai ka fuqi, por edhe është falsi më. Falja e tij, fuqia e tij, falja e tij. Kur thot fuqi, do të thotë që Allahu ka fuqi mbi gjithçka. Dhe ajo forca e tij është absolute, e pa diskutueshme. Gafur do të thotë që na ka lënë derën e amnistisë të hapur, që ne të kemi mundësi të futemi në këtë derë, sidomos në këtë muaj të shenjtë përmendet një derë Babur Rayyan, që është dera Rayyan, që është prej xheneteve, që është ekskluzivisht enkas për argjerusin e përgatitur speciale, një tort ose një qershi mbi tort për argjerusin si shpërblim. Dhe ai të futet në këtë port dhe të kënaqet me mirësitë që Allahu xhaleshanu ja ka lënë njeriu. Por për të hyrë në këtë port duhet të stopohemi nga fjalët e dyta, nga fjalët e pahijshme, nga fjalët rënduese që rëndojnë njeriu. Pastaj tjetra është gjuha jonë të përmend mirësi dhe të flas mirë. Pastaj mendja jonë të mendoj mirë. Pastaj duart tona të punojnë mirë, të veprojmë konform dispozitave të krijuesit të gjithësisë si krijesa që Zoti na ka krijuar në formën më të bukur dhe më precize. Jemi këto minuta pra së bashku, live, direkt, ju ftoj të gjithëve ta shpërndani këtë video në Facebook-et e juaja, në grupet e juaja, në fanpage-et e juaja, kudo që i posedoni, ju lutem shpërndani, nuk ju kushton asgjë ta shpërndani që të përfitojnë dhe të tjerët nga ky diskurs, nga ky ligjërim, që është ligjërim edukativ, ligjërim frymëzues, ligjërim që ju shërben për dashurinë ndaj krijuesit tuaj që është Allahu xhaleshanuhu. Andaj njeriu si krijesë, pra insan, pra khalaqal insan, që Allah e ka kriju, pra khalaq, pra është krijuesi që e ka kriju këtë njeri, por këtij njeriu i dha rrugën, i dha drejtimin. Inna hadaynahu sabila imma shakira imma kafura. Tha, kush të doj le të besoj, kush të doj le të mohoj, kush doj të jetë prej falënderuesve, kush doj të jetë prej mohuesve, por le ta dinë mohuesit që për ta është përgatitur një dënim
i idhët i repët, kurse ata që janë shakura, pra ata që janë falenderues, unë do të uashtoj të mirat. Elhamdulillah, elhamdulillah, ala kulli hal. Falenderojmë Allahun për çdo gjendje, në çdo kohë, në çdo moment, në çdo rast. E falenderojmë Allahun xhaleshanhu dhe i shprehim mirënjohje krijuesit ton për çdo të mirë që na ka dhënë, për shëndetin që na ka dhënë. E falenderojmë Allahun ton, Zotin e Madhreshëm. E falenderojmë Zotin për çdo të mirë që na ka dhënë, që na mësoi të shprehurit, të folurit, të shqiptuarit, të dëgjuarit, të komunikuarit, të shijuarit, të shikuarit. Pra, duhet të jemi falendërues ndaj këtij krijuesi madhështor. Alam naj'al lahu al-'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn, tha Allahu në Kur'an. Pra, a nuk ja dham njeriu pra dy sy, gjuhën, a nuk ja dham njeriu rrugën, drejtimin, e orientuam atë. Pra, Allah xhaleshanuhu na i dha gjitha këto të mira dhe këto 10 net ne duhet me nejt vazhdimisht të i thonë Elhamdulillah ya Rabbel Alamin. Të falenderojmë o Zoti madh, o Zoti botrave, Zoti i njerëzve, Malikin Nas, Ilahin Nas. Të falenderojmë për shëndetin, të falenderojmë për mendjen, të falenderojmë për sytë, që vetëm sytë e njeriut nuk kanë vlerë monetares, nuk mund të paguhen dot. Shikimi njeriut, dëgjimi pastaj për mrekullive të Allahit që ja ka dhënë insanit. O Allah, të falenderojmë për këto të mira që na i ke dhënë. Ju falenderit vëllezër për këto minuta që i ndam së bashku. Shpresoj këtë video ta shpërndani sa më shumë, ta dëgjojnë edhe të tjerët dhe të sensibilizohen, të vetëdijsohen me mirësitë dhe begatit që u ofron Kurani, si fjala Allahu xhaleshanuhu. Ju bëj apel të gjithëve ta lexoni Kuranin, qoftë edhe për kthimin e Kuranit në gjuhën shqipe. Lexojeni atë, sepse aty do të gjeni realitetin e sotëm, realitetin e mëparshëm dhe realitetin që do të na vjen në të ardhmen inshallah. Pse? Sepse Kurani na tregon se si të mbrohemi dhe në të ardhmen, në të sotmen dhe se si janë mbrojtur edhe në të kaluar. Prandaj, ne duhet mundohemi që ta praktikojmë Kuranin në vepër, në veprimtaritë tona, në punët tona të përditshme. Kurani na mëson me qenë të drejtë, Kurani na mëson me qenë të moralshëm, Kurani na mëson me qenë të dashur, Kurani na mëson me qenë të ditur, Kurani na mëson me respektu nënë e babë, Kurani na respekton me respektu vatanin, Kurani na mëson, pra Kurani na mëson se si me qenë pra qytetar të mirë dhe me qenë qytetar që dim ta respektojmë njeriu sepse vetë jemi njerëz. Zoti u shpërbleft me të mira për këto minuta që i ndam së bashku. Ju faleminderit për vëmendjen, edhe një herë ju përshëndes me paqe, dashuri, mirësi, me assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.